Sigur flasim për Zoti Kryeministra ka korrupsion në Shqipëri. Dhe çfarë do bëni? Siç e shihni, korrupsioni në Shqipëri po luftohet më shumë se ç'është luftuar kurrë ndonjëherë tjetër. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh që njerëz të lidhur me pushtetin politik thirren nga prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thotë vërtetën. Nuk thotë vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Risi historike në jetën shqiptare, që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë, dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur në litar, po me urdhër nga kjo zyrë. Ku këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën. A kupton? Ne e dorëzuam shpatën, kështu që ky është kulmi i vullnetit për të luftuar korrupsionin. Kush thot diçka tjetër dhe flet ndryshe, flet gabim. Këtë ditë them unë.